Ekonomia shqiptare ka vijuar trendin pozitiv edhe gjatë vitit 2025, duke shënuar rritje ekonomike, ulje të borxhit, inflacion brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë dhe rritje të ardhurave. Të dhënat u prezantuan nga Ministrja e Ekonomisë Delina Ibrahimaj, e cila theksoi se aktiviteti i sektorit privat ka qenë në rritje, pavarësisht pasigurive gjeopolitike globale. Sipas Ibrahimaj, qëndrueshmëria e aktivitetit ekonomik ka sjellë një ulje të borxhit publik. Shifrat tregojnë se ekonomia shqiptare përgjatë gjithë vitit të 2025 ka treguar një stabilitet makroekonomik, ka treguar që aktiviteti i sektorit privat ka vijuar të rritet dhe që gjithashtu kemi një klimë biznesi e cila nxit investimet. Duke filluar nga prodhimi brendshëm bruto, i cili për tremujorin e tretë, siç e analizuam dhe herën e kaluar, u rrit me 3.75%, një vlerë, një normë rritse, e cila është ndjeshëm më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian, por më e lartë dhe se sa mesatarja e rajonit në të cilin neve jetojmë. Kjo është një shifër domethënëse, pasi tregon që ekonomia përgjatë gjithë viteve të fundit të periudhës post pandemisë ka pasur një stabilitet në rritje dhe është luhatur nga 3.5 deri në 4%. Theksohet se pozitive paraqitet edhe panorama e sipërmarrjes me një rritje prej 17.486 të numrit të bizneseve aktive në vend, krahasuar me vitin 2024. Në tremujorin e tretë të vitit, pagat janë rritur me 7.3%, ndërsa pensionet kanë shënuar një rritje mesatare prej 8.4% në nivel kombëtar.